Një ekspozitë e veçantë me punime në pikturë është hapur në Shkodër, e cila ushqua edhe për pjesëmarrje të madhe të ardashësve shkodran. Piktori i njohur Shpëtim Garuci, i frymzuar nga fotot e dinastisë së Marubëve dhe të disa fotografëve të tjerë, ka realizuar 44 punime, kryesisht në portrete. Vlerësimet për këtë këndvështrim të piktorit Garuci nuk munguan nga të pranishmit. Piktura e Shpëtim Garucit flet me imazhin, një imazh i cili përvijon, do të thoja, traditën e pikturës shkodrane, të një fryme krejt veçantë. Kemi një pikturë e cila huazohet nga fotografia e Marubit, dhe këtu jemi në një oazë, do të thoja, midis dy kohëve të skaluarës së Marubëve, dinastisë së Marubëve, por jo vetëm, sepse nëse veni re, ka piktura të huazuara dhe nga autorë të tjerë me emra shumë të njohur themelues të fotografisë shqiptare, si Shampici, si Pjetër Raboshta, por edhe duke mbritur pak më këtej, pra më pranë kohës tonë, sikundër është Nikolin Baba. Befasove me gjetjen, sepse sot vlerësimet e artit nuk janë thjesht ajo që bën, por është edhe gjetja. Dhe një në ato vlerës që ka ekspozita është gjetja e tij. Pra ka rreth të një mrekulli që trashëgon qytetin jonë, të cilën asnjë qytet tjetër nuk e ka. Dhe këto vlera që ne i rujmë tek Fototeka Marubi i ka kthyer në art. Jemi midis dy arteve dhe fotografisë, por edhe pikturës. Dhe kjo është një lloj miksimi, një art që mbështetet edhe në veçoritë dhe bukurinë e fotografisë, por edhe të pikturës. Garuci, befasuar me këtë pjesëmarrje kaq të gjerë të ardashësve, e quan obligim angazhimin e artistit për t'u përgjigjur shijeve artistike të publikut. Lumtova dhe gjeta një grup gjanash kaq të bukura që Fototeka Marubi ose Marub, dinastia Marubi i ka spikat me drejtëhinë e tij dhe atë vlerë që ajo ka spikat në atë kohë shumë kalume, mund ta quajmë edhe kohë të ardhmë në nivelin e kulturës dhe aristokracisë dhe etnografisë tonë, që sot është pak në drejt zgjugjes në ndryshimeve. Unë desha që me ripruat vlerë të Marubit në një formë tjetër, nëpërmjet meje, nëpërmjet pikturës teme. Ku në çdo pikturë që unë kam unë kam ndërtu një mekanizëm që të jap shikuesit një diçka të veçantë. E titulluar Shembulli drejtshkruesve bardhëzi të Marubëve në pikturë, ekspozita e Shpëtim Garucit qëndron e hapur për disa ditë në Shkodër, një ekspozitë që për përgatitjen e të cilës ka punuar së paku një vit.